Murati, princi otoman I Turqve dhe perandor I Orientit, nuk I dërgon asnjë përshëndetje Skënderbeut, bukshkelit më të keq që ka ushqyer. Nderet me të cilat unë të rrethoja gjatë gjithë kohës që jetoje pranë meje, s'më kanë munguar kur, o Skënderbe, bukshkeli bukshkelve. Fjalët me të cilat të flas ma mungojnë tani. Aq shumë ma ke lënduar shpirtin, aq tepër ma ke cënuar nderin me krimet e pabesim tënde të paanë, saqë nuk mbetet më vend as për këshilla, as për mënyrën me të cilën të flas ty, veçanërisht njeriu të shtëpisë. Dhe me të vërtetë, as fjalët më të ashpra nuk do ta përkulin dot një karakter prej natyre të egër, e ti nuk je I denj për fjalë më të buta, sepse I ka kaluar përtej masat, kufit e çdo errësire, dhe tani së fundmi, që të mos linjë gjë pa bërë për të më nxehur mua, arrite gjerë në ato pikë shmendurie, saqë dëmet e tua vetjake dhe shpëtimin e qytetarëve I quajtje të dorës së dytë përpara armatimeve dhe ungareze të ngritura kundër meje. Më vjen keq që ti them të tjerat e të ta bëj zemrën plak, sikur të maduronte zemra, që ti të lënë në heshtje të mund t'i haroj gjithë ato dhelpëritë tua, e ato sjellje për njeriu që do të dije fare se ç'është e mira. Megjithë këtë, mendova se ti dikur do ta mblidhje mendjen, qoftë ndoshta edhe më vonesë, me qëllim që ajo kurreshtja jote të mos të rrokollis shumë shpejt bashkë me atë të zezën mbretërinë tënde në gremi, e që të mos kërkosh ndjes për gabimin tënd, që s'po merr fund. Atëherë kur Zoti të ketë mbetur më asnjë fuqi dhe kur të kesh humbur çdo shpresë për punët e tua. Mjaft I kemi dukuruar gjerë tani dëmet e tua. Mjaft e ke mërzitur me dhunimet e tua të shumta perandorinë otomane, dhe më ke bërë mua të vuaj gjithë ato të zeza. Kujton se shkoi pa dëm për ty, ushtria e tradhtuar në Hungari, se shkuan pa dëm gjithë ato qytete të rëmbyera në Epir, mbretërisë sime dhe herojat e vrara. Beson se do të shkojnë pa u dënuar edhe ato tani të fundit. Ushtria e shkatëruar Ali Pashës, gjithë ato shkërtime zjarre që u vure fushatave, rebeshet e luftës hungareze që për sapate në dorë I ndihmove, dhe fushat e vjerit gjerë që I plaçkite gjerësisht, sepse deshi që ti të qëndroje larg kufijeve të mbretërisë së tij. Mblidhje mendjen një herë mirë, po I prap, e mos prit më gjatë, për të parë se në drejtim ka për të shërbyer ky zemërimi im. Do suksese të parandësishme, çështjes së dorës së dytë, dhe mos të ta shpihen gjerë në atë pikë dëshirën e marr, e le të mos të hapin aq fort oreks, saqë pastaj fati yt edhe më I vajtuar, të mund t'i shkaktoj mëshirë cili do edhe mua vet. Kujto më në fund, po që se ke mbetur tani më ndonjë fije njerëzie në karakterin tënd, të zvetruar. Kujto nderet e mia, mos them me zemër të lmuar, se I pas kam bërë kot. Sado që nuk është shenjë një shpirti fisnik që t'i zësh në gojë, ato që dikujt ja ke blajtur burrerisht, është nga ana tjetër shenjë e njeriu të fortë bukshkël, që të mund t'i harosh me kaq lehtësi shërbimet e kaluara. Prandaj o Skënderbe, unë s'mund të mos ndjej dhimbje këtu për fatin tënd, të mos prekem nga një farë mëshire për punët e tua. Sepse që të lëmë më njanë çështjen e shpirtit të shpirtit, që ti njeri I zvetëruar, sa s'ka ku të vej, e quan ç'gjë, që të lënë në heshtje përballë besimet të kota të krishterëve, ligjet e Muhamedit dhe profetin ujnor të përbuzur prej teje. Çfarë të ka munguar ty nga ana ime, prej atyre që kënaqin më tepër dëshirat e verbra të njerëzve, ty që po I çmon kaq shumë sot këto fundërira të mbretërisë sate të varfër. Mos vall armët, kuajt, aradhët e gjata të skleverëve, a mos gjitha I grumbull të hollash e gjëra të tjera, të cilat tërheqin zakonisht çdo moshë. Apo mos të mungon rast për të provuar trimërinë e për të fituar çdo lavdi. Mos vall në kohë paqe e lufte të janë mohuar titujt, gradat si kapetan dhe nderet e çdo lloji të përshtatura moshës tënde. Cilin më në fund kam dashur në pallat më tepër se ty. Karakteri I kujt më ka pëlqyer më shumë, jo vetëm nga të huajt, por më tepër nga njerëzit e mi intim dhe të shtëpisë. Me sa zell dhe me çmësime jam kujdesur që të edukoj, që kurse mësolla e kun pothuajse fëmijë. Të kam rritur edukuar në artet e bukura dhe në zakonet më të mira, dhe trimërinë tënde që pështoj dita ditës e kam madhur me shpërblime dhe lavdi gjithfarësh.
Aq fort të kam stolisur për herë me bukurinë e luftës, nga e cila asgjë s'ka më të bukur në botë njerëzore, saqë asnjë ushtar s'kam patur më të dëgjuar e asnjë komandant më të ndritur se ty. Në çdo luftë, në vend të këtyre të mirave, ti po tregohesh sot o Skënderbej i tillë, saqë duket qartë se unë pas kam rritur brenda mureve të mia, jo ato burë që prisja, por një farë mortaje. Por ja do të thuash, ty të shqetëson fort dashuria për atë dheun. Mirë, por mos vall unë, që siç mund të të kujtohet, ta pata premtuar vetë kaq herë. Me dëshirën time, do të ta mohonja, po të ma kërkoje. Megjithatë, ti preferove të marrësh vetë me të keq, sa të kërkosh nga unë me të mirë. Mbaje pra me pëlqimin e Perëndive e me timin. Së bashku se unë me zemërgjersin time që më karakterizon, u ndrejt gjithë atyre që dikur më kanë qenë të shtëpisë dhe të njohur, po të fal tani për çdo gjë. Jo sepse ti tani më shërben mua, se kjo s'mund, por sepse më pëlqen që edhe në këtë urrejtje të përgjithshme të sjell ndërmend sinderimet që të kam bërë privatisht, ashtu edhe besnikërinë tënde që ke treguar dikur në punët e mia. Dhe sigurisht koha që ti më ke shërbyer ka qenë shumë më e gjatë se sa koha që më ke fyer. Krujon dhe mërëtërin atërore, me gjithë se i ke marrë në mbrojtjen tënde me dhelpëri të kopshme. Po t'i falim me kush që qytetet e tjera të Epirit, të cilët i mban tani pa asnjë të drejtë, dhe të cilat unë i fitova dikur me veten time, me anë të trimërisë dhe të fatit të luftës, t'i kthesh vullnetarisht. Vjeherit tim Gjergjit të Serbisë, i kthesh sa më parë që të jetë e mundur sendet e paprishura të serbëve, ndërsa të tjerët që i mungojnë, pasi të çmohen, ja paguash në të holla. Dhe këtë tutje ta quash gjithmonë kob, si dhunimin që i bëra atij, të cilin ne kemi pasur mik, ashtu edhe ndihmën që u dhe armiqve të mi, ashtu edhe urrejtjes së turqive, do t'i shpëtosh për gjithmonë. Edhe unë do të ruaj për ty të njëjtin dashuri dhe mirëdashje që kam pasur po përpara, përveç se po të pëlqeu, për këtë guxim e krenarit tënde, të vije të shpaguem aty me një mënyrë të pamëshqirshme. Ja atëherë, pasi të jesh përvluar keq e të kesh vënë mirë mend, do kërkosh më kot nga unë e të pranoj pendimin tënd. E di tani më forcat e mia, e di fuqinë e ushtrisë time. Para syve, ke si dëshmi jo të parëndësishme fatin hungares. Prandaj s'ke nevojë për këshillime më të gjata, por në fund, unë do të dëshironja që të shkruash për mbledhësi çdo gjë që ke ndërmend të bësh. Do të kesh gjithmonë mundësi që të flasësh sy ndër sy edhe me ajderimin tonë, një njeri më i sigurt dhe besnik, i cili do të dëgjosh edhe shumë gjëra të tjera që nuk janë shkruar në letër. Mbeç me shëndet në rast se jemi marrë vesh. Prej Adrianopolis, po 15 qershor 1444 pas lindjes së Krishtit.